Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Ja ku jemi sot së bashku natën ose duke gdhir faktikisht. Ja ku jemi sot së bashku në ditën e 19 të Ramazanit. Pra natën e 19 sapo e kaluam dhe tani po futemi në ditën e 19 të Ramazanit. Që do të thot jemi duke u afruar 10 netëshit të fundit të Ramazanit. Faktikisht ky 10 netësh këtë vit do të jetë 9 netësh, duke qenë se Ramazani sipas gjitha parashikimeve dhe gjasave do të jetë 29 ditësh. E duke qenë se Ramazani do të jetë 29 ditësh, atëherë këtë vit nuk do të kemi 10 netësh të fundit të Ramazanit, apo 10 ditë të fundit të Ramazanit. Këtë vit ne do të kemi vetëm 9 ditë të fundit të Ramazanit, apo do të kemi 9 net të fundit të Ramazanit. Prandaj dhe inshallah taala të bëhemi gati në mënyrë që këtyre ditëve të japim hakun, inshallah taala. Nuk e di pse nuk po na dalin komentet. Nuk e morr vesh se ku është problemi, megjithatë ta shohim. Okay, fillon komentet, sepse nuk po kuptoesha se ku është problemi që s'po na dalin komentet. Okay. Atëherë siç e tham, me shpresën e Zotit, jemi në ditën e 19 të Ramazanit, që do të thotë sonte ndarkët është nata 20, dhe nesër mbrëma fillon 21-shi që fillon dhe 10 netëshi i fundit i Ramazanit. Pra ditën e njëjtë, duke gdhir e premtja, që është data 21 mars, ishte edhe data 21 Ramazan, do të thotë që ka filluar dhe 10 netëshi i fundit i Ramazanit. Atëherë shohim pyetjet. Selam thot nga Vlora, aleikum selam. Nga Friburgu i Zvicrës, aleikum selam. Thot pyetja e radhës, nëse ne udhtojmë me avion, kur e çelim me orarin e avionit kur nisemi në tokë, apo me orarin e avionit kur të mbërrim? Normalisht niset me orarin e shkëputjes me orarin e vendit nga shkëputet avioni. Pra, nëse unë nisem nga Tirana, unë e çel në ajër me orarin e Tiranës. Mirë po, nëse unë arri gjatë ditës në Gjermani, për shembull, atëherë unë do ta çel me orarin e Gjermanisë në momentin që arrin në Gjermani. Shpresoj të jemi të qartë. Po, thot pyetja e radhës, dhe kjo është një pyetje që faktikisht është përsëritur, dhënia e analizave. Kemi thënë që dhënia e analizave nuk e prish, pra marrja e gjakut për analizën nuk e prish agjërimin. Okay. Thot pyetja e radhës, çfarë na sugjeron në këtë 10 netësh të fundit Ramazanit, për cilin po thoni se futet
nesër. Për këtë ditë netësh fundit Ramazanit sugjerohen gjëra të mëposhtme. Njeriu t'i lutet Zotit shumë që të arrijë mirësinë dhe vlerën natës Kadrit. E dyta, të tregoj kujdes ndaj namazeve si farzë dhe sunete. E treta, të bëj të pamundurën që të shtoj tëubën dhe pendimin, pra të shtoj normat e tëubës, pra e pendimit dhe reflektimit. Kërkoj sa më shumë dhe të mundohet të jetë sa më vigjilent për të arritur mirësinë dhe shpërblimin e natës së Kadrit. Të mundohet që të marrë sa më shumë hapësirë Kur'ani në jetën e tij. Të shtoj duat dhe dhikrin, të largohet nga haramet dhe gjunahet, sepse në një nga këto net presupozohet të jetë nata e Kadrit dhe ne duhet të jemi të përgatitur në çdo natë, sepse shpërblimet që vijnë në natën e Kadrit, çdo gjë që bën njeriu në natën e Kadrit është më e vlefshme se sa të bëhej një muaj pa shkëputje, pra 83 vjet pa shkëputje. Ajo që më shumë të këshillohen njerëzit në këtë fund Ramazanit është të kthejnë, si më thënë, të shtojnë normat e reflektimit. Çfarë është më mirë në kohën e sipërit, të bëjmë istighfar apo lexim Kur'ani? Ka hapësirë për të dyja. Nëse nuk ka hapësirë për të dyja, atëherë bëjmë astaghfirullah, pra istighfar. A ka një mundësi si shpjegim si ka filluar muaji i bekuarit të Ramazanit që ta agjërojmë? Muslimanët për le të themi afërsisht 15 vjet radhazi kanë pas për obligim që ta agjërojnë vetëm një ditë. Ajo ka qenë dita e Ashuras. Dhe më vonë është fuqizuar dita e Ashuras duke mbetur si një sunet me muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit, në fillim kur është obliguar, njeriu kishte një hapësirë për të ngrënë dhe për të pirë sa nuk kishte fletur gjumë. Dhe në momentin që e zinte gjumi dhe zgjohej pastaj, ai nuk duhet të vepronte asgjë. Në fillim të obligimit të agjërimit. Pastaj kjo gjë u shfuqizua, dhe muslimanit i lejohet nga iftari deri në sufyr, pra nga momenti që e çel deri në momentin që do e mbylli, pra nga akşami deri në argim i lejohet atij çdo gjë edhe nëse flen gjumë. Tjetër ka qenë si fillim agjërimi me dëshirë. Pastaj u shfuqizua dhe u bë obligimi i duhur. Gjithmonë vitrin për tërë familjen kam dhënë çupës së kunatës. Por që ata nuk agjërojnë, janë pranuar fitrat, nëse janë besimtar musliman, po, nëse nuk janë besimtar, jo. Përshëndetje nga Vlora, Allahu i lut, Zoti i nderoft. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur hynte 10 netësh i fundit Ramazanit, bënte gjëra të mëposhtme. Shtrëngonte mirë brezin, paloste shtratin, zgjonte familjen e tij, pra që të falin namaz sa më shumë, dhe të bëjnë dua, të bëjnë dhikr, dhe paloste shtratin e tij. Dhe paloste shtratin, pra si me thënë, iku koha e gjumit ose nuk është koha më për gjumë. Bëra një vizion edhe iku. Okej. Përshëndetje nga Vlora, përshëndetje, selam aleikum. Pra në këtë 10 netësh të fundit të Ramazanit mundohemi ta shfrytëzojmë maksimum, sepse janë ditë që s'përsëriten më dhe në këto ditë është fshehur nata e Kadrit. I madhi Zot Allahu xhelalu ka lënë natën e Kadrit pikërisht të fshehur në këtë 10 netësh të Ramazanit, në mënyrë që besimtarët ta kërkojnë sa më shumë dhe ta kërkojnë vazhdimisht.
një fjalë e bukur Ibn Qayyimit rahimahullah më kujtohet, thot ai njeri i cili, domethënë përkushtohet të madhit Zot nata 4 ka shpërblim shumë të madh. Dhe thot nata 4 sikur të ishte fshehur në gjithë vitin, do t'ia vlente që njeriu të rinte pa gjumë e ta kërkonte me lutje me adhurim, e jo më kur nata 4 është kufizuar në muajin e Ramazanit, pastaj nga muaji i Ramazanit është kufizuar në 10 netshin e fundit të Ramazanit. Përse në kalendar përcaktohet data 26 mars si dita e natës Kadrit. Sepse mendimet për natën 27 janë mendime goxha të pranuara në Islam dhe muslimanët, domethënë në përgjithësi në gjithë vendet e botës ecin me faktin se data 27 e Ramazanit është nata e Kadrit, kur themi 27, domethënë duke gdhi 27-a, që do të thotë në rastin e këtij viti është 26 marsi. Pra 26 marsi është 26 Ramazan, dita. Dhe kur hyn nata e 26 marsit, pra mbrapa, atëherë kemi hyrë në natën e Kadrit sipas këtij mendimi. Sipas këtij mendimi. Pra thash, për natën e Kadrit ka shumë mendime. Mendime më i saktë është që nata e Kadrit është fshehur në gjithë 10 netshin e fundit, në netët teke, po edhe në netët çifte. Ky është mendimi më i saktë. Mirë, po në disa vende përcaktojnë 27-ën, që këtë vit përkon me datën 26 apo 26 mars, me datën 26 mars. Kështu që 26 marsi është ditë çifte, është dita 26, po faktikisht është atë natë ndargët, hyn nata 27 dhe shumica e dietarëve dhe shumica mëdhëve ecin me këtë gjë që është 27-a. Po ka mendim tjetër dhe është më i saktë që është i fshehur në 10 netshin e Ramazanit. Edhe herë, tu ta them, këtë vit nuk kemi 10 netësh të Ramazanit, këtë vit kemi 9 netësh të Ramazanit apo 9 ditësh të Ramazanit. Kur i fillojnë lehtësimet e agjërimit dhe të namazit udhëtarit, i fillojnë lehtësimet e agjërimit dhe namazit udhëtarit, atëherë kur ai kalon ndërtesën e fundit të qytetit të tij. Nëse është udhëtar, jo në gjendje të zakonshme. Pra, për shembull, unë po udhëtoj nga Tirana në Shkodër, kur më fillojnë mua lehtësimet e agjërimit dhe të namazit kur kaloj ndërtesën e fundit të qytetit të Tiranës. Ama në qoftë se unë do të shkoj deri në Laprak ose në Laknas dhe e kaloj ndërtesën e fundit të Tiranës, a i bëj unë lehtësimet e udhëtarit, a i bëj unë, domethënë, mos agjërimin dhe mos faljen? Themi jo. Po pse në rastin e parë the po, sepse njeriu në rastin e parë ka plotësuar kriterin e udhëtimit. Ka plotësuar kriterin e udhëtimit. Ne kemi zgjedhur që fitrat t'i lejmë tek çupa dhe kunatës, por që nuk agjerojnë. Unë gjithmonë vitrat e kemi dhënë vitrat për netha dhe për familjarët e kemi dhënë çupës së kunatës, por që nuk agjerojnë. A në pranuar fitrat? Fitrat nuk lejohet të shkojnë, si më thënë, lart as poshtë. Pra në kuptimin nuk shkojnë lart tek prindërit, gjyshit dhe gjyshja, dhe nuk shkojnë poshtë pa tek fëmijët, nipërit dhe mbesat. Për këto, për që unë përmenda në forma tjera, por nuk mund të jenë, më thënë, pra njeriu, do më thënë, në këtë rast, sekond.
Okej. Nuk dëgjosh mirë, thot. Pra, gjithë ideja është që njeriu në këtë kohë, domethënë në këtë kohë të bekuar, në këtë kohë të 10 netësh të fundit të Ramazanit, mundohet të shfrytëzoj kohën dhe të shfrytëzoj mundësinë, sepse me të vërtetë është një kohë që nuk përsëritet, është një kohë që nuk përsëritet, mundohemi të arrijmë shpërblimin e natës së Kadrit. Ka vendosur të filloj agjërimin në këto 10 net të fundit të Ramazanit. Am pranohet? Po, inshallah taala, të pranohet. Asnjëherë nuk është vonë për të pas një kontakt dhe për të pas një raport më të madh në Zot. Asnjëherë nuk është vonë. Allahu ta pranoft e Zotit ta lehtësoft. Kur mendohet të jetë nata e Kadrit, pra nata e Kadrit është në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Padyshim që një nga këto net do të jetë natë Kadri, nuk ka dyshim. Më duket se kur po kundërshtoni veten tuaj se këtu thoni nuk ka përcaktim, ndërkohë që në kalendar shkruhet nata 27 apo 26 marsi. Nuk po bie kundërshtim, ai është një mendim i njohur dhe një mendim që e pranon një, le të themi, një numër i madh i shkollave juridike islame, po ka dhe një mendim tjetër që thotë është natë fshehur në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. A keni ju argument thot për këtë që thoni? Po. Kemi argument. Pejgamberi alayhis ka thënë, kërkojeni në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. A kemi argument që pejgamberi alayhis thotë kërkojeni në netët tekët të tij, dhe kemi argument që pejgamberi alayhis thotë kërkojeni në netët çifte të Ramazanit, kështu që mendimi më i saktë është që nata e Kadrit duhet kërkohet. Mirë, po ka dhe një mendim që thot nata 27, ka një mendim që thot nata 23, dhe ka një mendim që thot nata 25. Gjitha këto mendime kanë argumenta. Për shembull, kur thot nata 23 është hadithi do të bëjmë sejdë në balt, edhe 25 apo ashtu, apo 27 hadithe të tjera, po edhe 29 hadithe të tjera. Po edhe për netët çifte do të jetë nata e 9 e mbetur që i bie pra dita 22. Nata e 7 e mbetur që i bie dita e 23, nata e 5 e mbetur që i bie dita 25, dhe nata e kur të mbesin dhe 9 që i bie nata 22, kur të mbesin dhe 7 që i bie nata e 24, kur të mbesin dhe 5 që i bie nata e 26, kur të mbesin dhe 3 që i bie nata e 28, dhe kur të mbesin dhe 1 që i bie nata e fundit. Është ata që kanë thënë 27, ka një hadith nga Abdullah ibn Ubeji që thotë, ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të çohen atë natën, mu falësh nata 27. Po ka dhe hadithe të tjera që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar sahabët të çohen në netët të tjera teke. Ka urdhëruar të çohen në netët të tjera teke. Cila shutje më e mirë që mund të bëhet me rastin e natës Kadrit? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e do faljen, prandaj më fal mua o Zoti im. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zot, ti je falës, e do faljen, prandaj më fal mua o Zoti im. Kjo është lutja më e mirë që mund të bëhet natën e Kadrit. Inshallah taala. Mirë vëllezër, atëherë Zoti ju nderoft, Zoti ju bekoft, Zoti ju dashur fort. Allahu ne pranon veprat e mira, ju du fort të gjithëve pa përjashtim, se më duket se duhet bëhemi gati për namazin, inshallah taala. Po duhet bëhemi gati për namazin avash avash. Mirë, faktikisht kërkojnë dje sot se ka pas një problem me mesazhet.
Nuk e di, kanë dalë shumë pak mesazhe sot. Mirë, sidoqoftë puna ju du fort gjithëve. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.